Vëllazër besimtar, ju xhamatli të respektuar dhe të nderuar, sot kemi një temë interesante e cila gjithashtu lidhet me këtë ibadet të madh që jemi, lidhet me punën e Ramazanit, agjerimit, se si Allahu Gjeleshanuhu ka kriju ase kushte komode, ase kushte ideale që besimtari gjatë këtij muaji të jetë i qetë në agjerimin e tij. Kuptohet se cili njeri në këtë jetë është thot khuliqal insanu ajula. Njeriu është i krijuar për me qenë i ngutshëm, me i pri do të thotë ngutësijës, jo me qenë i qetë, po me qenë i ngutshëm. Dhe ne dëshirojmë që shpejt me ecë koha, shpejt me shkue ditët. Hasan el-Basriu ka qenë një prej tabiinëve të mëdhej, dietar me famë, i cili thot: "Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'du min umrik." Kur një ditë shkon, duhesh me ditë se ka shku një pjesë e kohës tënde. Mbi gjithçka që njeri duhet me çmue sot, është koha. E në veçanti gjatë muajit Ramazan, vlerë dhe peshë madhe ka çdo sekond, çdo minutë, çdo orë. Sikurse ari që kushton shtrenjtë, edhe ka peshojën e vet veçantë, ashtu edhe ditët e Ramazanit janë të veçanta edhe kanë peshojën e vet veçantë. E ne asesi nuk duhet me bën tolerancë në asnjë kohë që më na shku shkele shko, ose më na shku kot. Vazhdimisht diçka duhesh me bën, qoftë nga ibadetet me gjuhë, qoftë nga bamirësitë fizike, qoftë nga vizitat, qoftë diçka planifiko mendo se në Ramazan jo vetëm agjerimi është ibadet, për besimtarin, për muslimanin është ibadet edhe gjumin që e ban. Pse forcohet për me agjerue, edhe nejen që e ban, edhe ka mendime të mira, ose përmend Allahun Gjeleshanuhu, ose e çon menën me bën një bamirësi apo diçka të mirë, edhe ajo është ibadet. Do të thotë gjithçka që kemi ne brenda nesh është ibadet dhe ne kemi mundësi me shfrytëzue këtë kohë edhe të marrim shpërblime të cilat janë të shumëfishta, edhe janë shpërblime të mëdha që nuk na ofrohen jashtë Ramazanit. Andaj njerëzit sot po e shihni se si bëjnë luftë qysh mu dok më i ri. Do thotë mundohen me kthi pak tritëllikun e tënëve, mu dok pak më i ri, mu dok më i dokshëm, mu dok më i mirë, masen janë të morë, lloj harxhime janë të bëhe. Pse? Me kthi kohën. A është e qartë? Me kthi kohën prapë, koha nuk kthehet prapë vëllazër. Koha a ditë që ka lind dielli, edhe ka perëndu, ajo ditë më kur nuk kthehet, edhe pse ka emrin ditë e diell ose ditë e han. Ajo ditë mos kthehet kur në jetën tonë. Emrin e ka, po dita ka shku dhe nuk kthehet. Shohmi njerëz plot shembull, siç ka thonë një dietar i madh, thot: "Lau kana an tuba wa tushtara al-umr lashtaraytu bi dunya kulliha." Thot nëse kish me qenë mu ble koha, ose mu kthi tritlik ose rinia, thot kisha me dhon këtë pasurinë time, thot veç mi kthi do vitet rinijës. Arabi i thjesht të konë pe kalon një varg shumë interesant, ku thot: "Ja lejte, jaudu shababu yawman ma, ukhbiru al-ajuze ma fa'ale bi." Thot, sukur të kthehet vetëm një moment rinia, një qast. Pse ka kërku mu kthi rinia? Vetëm një moment. Dikush i shkon me një andej, dikush këndej. Thot, vetëm një ditë mu kthi rinia, me i tregu se sa më ka dërmu pleqëria. Sa na ka dërmu pleqëria, qysh kam qenë, kush kam qenë, e sa i fort, e sa i majshëm, e sa energjik, e sa fuqi kam pas, sot kumbet i krusur, kumbet plak, kumbet i pa lëvizshëm, i pa dobishëm, i pa efektshëm. Thot, si këtë më kthehet, thot, vetëm një moment rinia. E ne sot vëllazër jemi të ri. Kemi energji, kemi takat, kemi fuqi. Mos ta bim veten me thonë, të kthehet rinia, të tregoj se çka më ka dërmu pleqëria.
Kështu që ta shfrytëzojmë këtë kohë, ta shfrytëzojmë këtë muaj, edhe të jemi pe atyre të cilët me të vërtet e marrëm shpërblimin e këtij muaji. Ne sot shohmë shumë njerëz vëllazër, për mu dok matri shpenzojnë shumë. Ja kanë filluar me bën operacione plastike. Dikush në ftyrë, dikush në gjoks, dikush në vesh, dikush aty. Vëllazër, këto janë këtë shpenzime të kota. Njeriu është i bukur dhe estetik veç që ka fali madhi Allah, e që ka dhënë pamjen. Momentin që ndërhintin të gjona, o të brengos diçka mrena, o të brengos diçka negën tonë, në shpirtin tanë, se qysh më dok ma mirë, ose qysh më konë ma i bukra, po diçka tjetër. Tjetër, pastërtia duhet më konë, veshja duhet më konën, stilizimi duhet më konë, bukuria, amo jo ndërhire kirurgjike në ftyrë, në hunë, në vesh, aty, për çka? Me mujtë me këthi kohën. Se kur të kështë qenë koha me blim me pare, këta që janë milionera, miliardera, kishin me i blie dhe vetë e tonë, kishin milon me jetu në i fare. Po e kalon Allahu Gjeleshanu, qa di që të linë djeli edhe të përendon, ajo mos më këthije.